Letra e parë e Pjetrit. Kapitulli i parë. Unë Pjetri, apostulli i Jezu Krishtit, po ju shkruaj juve që jetoni në vetë huaj, të shpërndar në Pont, Galati, Kapadoki, Azi dhe Bitini, që jeni zgjedhur sipas qëllimit të Perëndisë dhe jeni shenjtëruar nga Shpirti i Shenjtë për t'ju bindur Jezu Krishtit dhe për të pastruar me gjakun e tij. Hiri dhe paqja u shtoftë ndër ju. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na rilindi nga mëshira e tij e madhe, nëpërmjet ngjalljes së Jezu Krishtit prej të vdekurve, që të kemi shpresën e gjallë dhe trashëgimin e paprishshëm, të panjollë dhe të pavyshkur, që është ruajtur në qiej për ju. Ju jeni ruajtur nga fuqia e Perëndisë nëpërmjet besimit, për shpëtimin që është gati të zbulohet në kohët e fundit. Gëzoni për këtë, edhe nëse do duhet të hidhëroheni për pak kohë nga tundime të ndryshme. Kështu sprova e besimit tuaj që është më i çmueshëm se ari që prishet, ndonse provohet me zjarr, të jetë për lëvdimin, lavdinë dhe nderin tuaj kur të shfaqet Jezu Krishti. Ju e doni atë, megjithse nuk e keni parë dhe besoni në të, megjithse tani nuk e shihni. Prandaj ju gëzoni me një harret të papërmbajtshme, që nuk mund të shprehet me fjalë, sepse po fitoni qëllimin e besimit, shpëtimin e shpirtrave. Këtë shpëtim kërkuan profetët dhe për të kanë hulumtuar. Ata profetizuan për hirin që ju është dhënë juve, dhe u përpoqën të gjenin kohën dhe rrethanat që Shpirti i Krishtit brenda tyre u paralajmëronte për vuajtjet e Krishtit dhe për lavdinë që do të vinte më pas. Profetëve ju zbulua se ato që thoshin nuk kishin për ata vetë, po për ju. Pikërisht këto gjëra ju i keni dëgjuar tashmë nëpërmjet atyre që ju shpallën ungjillin në Shpirtin e Shenjtë të dërguar prej qiellit. Këto do donin t'i shihnin edhe ëngjëjt. Prandaj bëuni gati shpirtërisht, rini zgjuar dhe shpresoni plotësisht në hirin që do t'ju jepet kur të shfaqet Jezu Krishti. Si bij të bindur, mos jetoni sipas dëshirave të mëparshme që i kishit kur ishit në padije. Përkundrazi, gjithë sjellja juaj të jetë shenjtë, sikurse është i shenjtë edhe ai që ju thirri. Sepse shkrimi i shenjtë thotë: jeni të shenjtë, se unë jam i shenjtë. Nëse e quani atë Perëndin që gjykon gjithë secilin sipas veprave, pa mbajtur anë, atëherë kalojeni shtektimin tuaj mbi tokë me truajtje ndaj Perëndisë. Ju e dini se nuk u shpenguat nga jeta e kotë që trashëguat prej etërve tuaj me gjëra që prishen, siç janë argjendi apo ari, por me gjakun e çmuar të Krishtit, qëngjit të patëmetë dhe të panjollë. Flijimi i Krishtit ishte caktuar nga Perëndia që përpara se të krijojë bota, po për ju u shfaq në këto kohët e fundit. Nëpërmjet tij, ju besoni në Perëndin që ngjalli atë prej të vdekurve dhe i dha lavdi. Kështu besimi dhe shpresa juaj janë në Perëndin. Tani që ju i keni pastruar shpirtrat duke ju bindur së vërtetës dhe i keni dashur sinqerisht vëllezërit, ta doni njëri tjetrin me gjithë shpirt e me zemër të pastër. Ju nuk keni rilindur nga fara që prishet, por nga fara që nuk prishet, nga fjala e Perëndisë së gjallë dhe ta mëshuar. Sepse thuhet, çdo njeri është si bari, dhe gjithë lavdia e tij është si lulja e barit. Bari u tha, dhe lulja u vyshk, ndërsa fjala e Zotit mbetet në amëshim. Kjo fjalë është ungjilli që ju është shpallur juve.